Ti the, mendjen nuk kam prit që mu rrit pak edhe më na gjet një burr. Po në këtë pjesë nuk besoj që baba ta ka gjet bashkëshortin që e ki, po e ke gjet vet. O, shyshe. Qyshe kom gjet atë bashkëshortin, e kom pas fat pi krejtve. Pi krejt motrave e kom pas unë e këtë fat. Unë e kom motrën me një shtëpi teme. Edhe shkova te motra aty e pava burrin tem. Edhe e pëlqeva me thonë realisht, edhe e dita thash baba më jep për na jo që se kom pa kur, se në gjë kur bilet paktën që ton për marrë si pesho. Edhe jem konë shumë person humorist, jem konë person si me të vërtet jem konë person shumë humoriste. Mara unë ku jem hi e kum gjallë vendin, kum fole, kum gjithë shka. Edhe thash vallaj që kë, mirë po edhe pse kum dash burrin tem s'kum guxov me kallzu. Ty be baba shku pa e di që unë e kum dasht. Se ty be me pa di që pëduhen ato, i shqub kish ja prej ma qufrë. Kish thonë, s'tjepi vish pse ki dashti që do. Kështu që e kum pas fatin veç unë me njoft, për i krejt mu, nese, mas luftë këto motra tjera i ka njoft, tani, po para luftë e kum pas fatin vetëm unë me njoft burrin tam. Po atëherë se e njoftove me babën edhe... Jo, zotin e rujt në tinës, vish me di që aj për më dani unë e pedu, se kush me kalzu babës që unë pedu ta. Jo. Motra em është të martu me në shpi. Edhe na shkum, për një me është një histori shumë e bukur, nëse më lejohet, përmendën këta pak me mlypa, dhe në keshe si kështu. Mirë po, burin tem ma murë në ushtarë, ma qunë në ushtarë, si mershin atëherë, i që ishin në ushtarë. Edhe ku këthyn që erdë burri prej 2 vjetë najti burri ushtar atje. Gati 2 se e murën e qunë luftën Kroaci, ku kërsiti lufta. Edhe nuk e dishin a po pështën, a s'po pështën. Edhe baba em tha, thash ma se ajo është ushtar, tha duhet me prit, se luft, gjinja vishin e përkufoma, thash a vjeni gjolla, duhet me prit pak. Motra eme që e kom shpi, nuk është që ka pas për qef mu martuan aty. Edhe në më martuan e të... është fjallat të qarohem këto, 2 motra për 2 vllazni? Po, 2 motra për 2 vllazni. Po e pse motra nuk ishte dëshirë që ti? Po s'kishte qef me përzi, që i thëshin me përzi adin, se ku natës ja thu fjallën e rënë, në motrës është problem, kupton se... Kështu që adin nuk është që kishte fort qef. Mirë po, ku këthuj burri jam prej lufte, erdhen, shkojshin e mershin krejca, edhe unë e shkova me e këqyr tinës. E moj men dritare nësot burrave, po konë një dritare e thuj me gjoma, edhe unë e shkova të gjoma me këqyr se thëshin jo plagos, jo, adin edhe tha shkoj të këqyri, adin edhe shkova tinës, e moj men si sot ajo vija me këqyr, adin, edhe më i thash një i koha mirë. Edhe i erdhen do fjallë babës tem që s'po dojna me nëzonë. Edhe baba em i tha mu me motrë tem, e tha keni me shku, tha në shaptej. Shkojshim me një mua t'ju dhondret na me shti vjesht dhe na i mrena, se na thmi kalla balak, për 2 dit i kryshim punë, di një mëjshim. Edhe tha baba em, tha ki me shku ati ku godzësht ti atëherë, mi thonë babës jo ose po, s'ki godzu. Edhe o qumë na shkum. Ko shkumun e pava burin tam. Mirë po aj qaq pi morës, qaq që i kushëm shkoj ke flenken kushi shkoj ke flenken, s'rika ty. Edhe i buri motrës më të s'ke, thesha, ja, vallaj, ky po ik pi meje, po shkon kushi me vlejt, adin unë e ku gjeni fargoje lavazone. Edhe se po, vaj, kur dulem për me ardh nejna, tash krejt ata, të ardh kush, ardh behia, se e kanë ditë që mu pëm lypin, e tash qysh ish ardh, të ardh të mkëshyr, unë s'pëdi, adin, unë e bona mos pëdo më dhëmë baba aty, edhe thash ku më gjitë ku ma konë bilar në që të nejo, që të cilë dhe thash, ku ka shkru që shto mirë bëllë. Kur dulem, unë e nëzonë shushni shumë shpejt. A kuptan, jam shumë personi, tash pak përvojat e jetës më kanë bo pak ma të mbyllta, ma jam shumë personi shushnushëm. Edhe kur dulem për më orë me kera kali, atëherë, buri motrës me kera kali, hëpëm nati. Kur dulem të dera a burit, më na thonë ditën e mirë, si më konë unë e mrejti, krejt ata ku i shëjit, më na thonë ditën e mirë, unë e me motrë teme. Edhe buri jam ku ma dha dorën, më thonë ditën e mirë, mungë si që to, shka më erdhi njati, nuk e ke idenë shumë e më erdhi njati, se thash ky që një avë që dhe dit i kipi me e, tash këto kishe për mungës. Mirë po prap ma dha i shej,
Adin ma dha një farë sinjali Që kësajt jo. që ky, adin, pas ka qef. Ka hëpëm, ka erdhëm me shku të shtëpia i burri motrës, po thot qështu, tha, më ka përësit, tha, Asani, tha që bra iki, thash, adin, ja, tha, hajpe pret vish fjallën tonë, thash qëre, unë e po të thëmë po, më sta din, thash kërkushi, që unë e po të thëmë po, tha, ja, kërkush se din, tha, heq. Edhe toni unë që ti e dashta burin ta, adin, që më thonë e dita që kom, jo, erdhën e mlëbën e tha, baba em ish me një kam më thonë. Se kishve ju mudrën e tretë para meja dhe unë isha me toni e u të t'kaj që pjesë në të shvija, se me kalu për para, me kalu një mudrë, o kon shkako ajo, është invalida, shkako. Edhe shtu baba em ish me një kam, unë e disha sigur si baba mjep aty. Edhe toni e mura. Mirë po na e tani 2 vjetë në Ronaz, se pa kushtet jenë konë si të vështira. Motra eme para me u fejun brovin me dërgjën më të posën, i vishin të sene ose ma originale, unë e përna isha si dreshi me krauza, me bon, edhe vetë, se jem konë shumë e zoja. Edhe mu martu që se i vere, ka atyra dërgja specave, shklop. Ti përriti dërgja specat me të bija, po martu. Se më shka mu martu, ata që ta speca, me shejt mu martu ne. Edhe baba jam tha, ja, hajde merne me 2-3 sene, mirë bo. Kom punu të një jetën teme me maqinë, kom mojt të një jetën teme vetë. Kom mojt shpinë e burit me maqinë, kom punu vetë, këtë, kom punu vetë. Kur badja mu këtë zdo, unë e thesha, a thua, kanë më shka me mi pleqat të tesha. Se më dhimshin këta si. Adin se e disha që nuk janë që i kanë senet, kush e di. Mirë po ku i mirë. Dhe në moment fundit me punu edhe më jullon diçka. Po, është. Jo, të buri po flaset, e baba e kishim senet ma mirë, po unë të buri ku mu ka do vodja, po mu martu, për para si që ishin qezi në senet e me bo gjampira, me bo gjëzi sene, të unë vishin pak ma pak, se kushtet ishin asiloje, edhe unë edhe isha, a thumë, shka dojnë më marë këta njerës, atë nëse s'kanë pare, ja u bëjsha dertin si më shfar pare, dojnë më martu ata mu. Edhe kështu që jem martu me një 1.000 marë, ka në të fakt në skupshë. Imagjino sot me... Jo, sot me 1.000 marka, po unë jem martu me 1.000 marka në atë vakt, mirë po ja kum nisë gjithmonë me punu, ku majtë gjithmonë vetën ti me vetë. Behije, me të vërtet kushtet të vështira kanë qenë në kohrat e mahershme, po na flisni, me qenë se tha me 1.000 marka veç jo martuar. Na përshkruni ditën e martesës, si ishte dita e martesës për ty? Po i që atëherë s'go të ishi mu këzë që po martuar. Kukrutë. Atëherë, u duke me kajtë, dulin e s'dulin lëtët. Atëherë, u duke me kajtë, do shte solte. S'kishim qare pa kajt atëherë, se thëshin kjo bëga që përshku të burre. Kështu që u dufke kishe me kajt po mërzitë, me thonë realisht, qëre pak ajo që ndosh pe familjes, është pak ma, adin po, nuk e kisha problem, se une e mora njërin që e doshta, edhe kështu që nuk është që isha jo pak sene që të shka mi prunë, une dhe me thonë, e mora qatë njëri që mu flejti zemran të aj person, edhe kështu që nuk është që je mërzit, ose je mërzit, sa të dufke pak më mërzit se tash. Ishin qashtu, ju sigur tash që jenë të lirë njerëzit, po pak darsëm kanë bo, nuk është që kanë bo, ma shumë ropë kisha lonë në shpi temë se sa ata ndarsëm, se na jemi një që të së ropë, ata 40 ropë kishin posu të ndarsëm. Po, më thonë realisht nuk është që jam martu burin e kom pas për qefi, jem qu qatë ditën e parë, hade me dalë në dytën me dalë me fshinja borrin, muetra eme tha hade me dalë me fshija borë, unë dule fshinja tha hade dalim të fshinja dhe ta timi gjithë, sa shoj muetra si marë me fshija borë atë ku i shire këtë, thash, lem thash radhë, kështu që nuk e di, nuk është që e kom marrë vetën, kom ditë edhe mu sjellë si njuse, po kom ditë mu sjellë pak edhe si njeri që
nuk është që kom jetu shumë për fjallët e hallkit, më thonë realisht. Nuk është që... Si ka qenë ballafaqimi me vjerën edhe vjerën? O, vjerën e kom pas loqk. Vjerën e kom pas. Vjerë mu më ka thonë prigamer. Vjerë. Vjera ju. A di pse? Se unë ku jem shku që të kalzoja për para, në thesha ja bëj vjerës, kështu ja bëj vjerës, kështu ajo ngrota i shkon tuci, për një me i shkojën e me dajak në kra. Edhe tëni, pritja ajo ma me stups, për para së une. Kështu që vjera nuk është që më ka prit kush e di sa mirë, se u tëtë këza hesina 2 motra, ta she pja morrim shpijen dore, a vjerin me vjerin o kon, nuk e di shka të thonë, me vjerin e kom pas shumë mirë. Dhe sot jam shumë e kënaqshme si burri jam e ka morë vjerin e babën e vet, mësim sot me trajtu nusën e vet, sikur më ka trajtu mu vjeri jam në atë kohë. Po edhe unë ku morë mësim pi vjerit tam, jo pi vjerës me trajtu nusën, sot që më ka trajtu vjera. Mirë po të thash, mu më ka thonë burri flej identitet, unë ja kom fut gjumi identitet, si jem qu, shka mu qu nusja heret e kështu, unë kom gu vish burrin tam. Nuk është që jem morë fort me... Mirë anu si kum ranu, mi shajt si kum shajt. Pa ka pas raste që ata kanë qenë kundërshtim me burrin edhe në shta... Që s'ka pas, po dhe Ka ki bën ato momente? Nuk është që ja u kanë uvi, po të thash. Unë e thëm një shpreje, kur ta ki dili për mi kry, sa cilën rreth, ato i me rejra, kryesora mu pike shilë së mlog, dili është burri. E vërtet. So që për tjerët unë sot që, edhe sot nuk është që qaj fort krysh ka thojnë tjerët. Jetoj për jetën time, për burrin tam, për fëmijët e mi, kaq. Fëmijët e mi është rëndësimi i botë lumtur une. Për tjerët, gishtat qëre një dorë i kini saj si ki. Tash mi anisën e mi jetu për jetën e ati, a i thot kështu, a i tjetëri kështu, a i tjetëri kështu, a i tjetëri kështu, kërësoja a jenë fëmijët. Nëse unë fëmijën teme bëjt lumtur, për mu është jetë. Jetoj vetëm për familjen, nuk ranoj njerëz, nuk ofendoj njerëz, që mos keq kuptohem tash se shumicën e rasteve nuk po nguhen intervistat. Po keq kuptohem. Po keq kuptohem. Nuk është që une nuk du mu marrë me njerëzit e tjerë, po nuk jetoj për njerëzit e tjerë. Jetoj vetëm për vetën time edhe për... E di une ku i kam kufit e mi, e di me menaxhu jetën tem, e di, dhe më thonë, çdo send jetës tem e di. Fëmija jam nuk lëndohet për qasaj. Nëse fëmija jam nuk lëndohet, nëse burri jam nuk lëndohet, atër unë jem okej. Për tjerët, qështë të më shojnë, thash pare, me janis me studiu ty që tash, të me ki synin që ka. Në vare qështë studiuj njerëzit, kështu që nuk ki llogarimi jetusat për njerëzit e tjerë. Behi e kena shumë qka për me fol edhe mos dalëm për minutajës të emisionit, kështu që po na intereson si ishte përjetimi i luftës për ty. Me qenë se e dim gjatë kohës së luftës, po nduket ka lind djali i madh, edhe ka qenë përjetim jo i lehtë. Vallaj, kur hi me fol me atë pjesën e luftës, atëherë më thonë realisht, qëre, luftjesh, po na që se kishim përjetu në herë ma përpara, nuk është që edhe atëherë s'ka pas rrjete sociale, kësi për me ditë na më konë t'im vërmund fort shte lufta, shka bën lufta, kuptan? Tash me folë realisht. Kushtat unë kum ditë që ka lufta, thëm ja ka fut këtë, se për një me nuk është që kemi ditë. Se edhe filma së që ke këqyrë ti përpara shumë, ose me luftë, ose... Mirë po, mu më kalin djali me 19 mars. Trazirat vi që ja kanë panis mu shkua të këto trazira. Mirë po, e kum lind djalin gjatë kohë me 24 ka kërsit lufta në Drenic, ku ka kërsit. Në Glegjan ka kërsit para 24. Bashkë qatë ditë me 19 ka lind djalin, me 20 në Glegjan o konë boni farë. Tha ishin jo, këta po tranohen vetë, po gjujnë për policinë, tha ishin po gjujnë vete, po ata ishin konë që ta të qykes, të i shpur dhe të këto. Edhe une ku kum lind djallin me thonë realisht 3 ditë kum najt pa asë një medikament për dhejtë. Se s'kum pas, s'kan gudzu më arë 3 ditë kush me mba. Kum najt me një dhimt, me operacion kum lind.